është shumë mashkullor. Dhe këtu ka një sekret tjetër, unë dyshoj se jam shtatzën me atë, më ka rënë me parë. Më falë, ty dyshon që je shtatzën? Po, dyshoj se jam shtatzën, më ka rënë me parë. Kur ka qenë ai në Shqipëri, domethënë kur është larguar ai nga Shqipëria? Po, një herë që ishte verës edhe tani, domethënë, ka Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tyrona Lilin. Këtë herë për të sjellur tek ju një rrëfim, unë them të guximshëm, sepse për të treguar këto lloj rrëfimesh, për të ndarë këto lloj rrëfimesh, më besoni që njerëzit të cilët i ndajnë këto rrëfime duhet të kenë një guxim të madh për ta treguar tek publiku. Ndonjëherë ju mund të thoni, "Ok Tiron, por kjo është anonim." Është anonim, por do guxim, sepse mendja e njeriu të shkon gjithandej dhe analiza që bëhet krijon një lloj frike, domethënë çfarë po ndodh me njeriu. Sot do të sjell pranë jush një rrëfim të një vajzës nga Shqipëria, mos ta citojmë qytetin sepse ndoshta do kuptohet, e cila është e fejuar, por çuditërisht ka rënë në dashuri me djalin e dajës të burrit të saj. Ai jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ardhur këtë vit nga Amerika, një të parë vajza, ka rënë brenda, është dashuruar dhe tani nuk di se çfarë të bën, nuk di se si të sillet dhe nuk di se si ta menaxhon këtë gjë. Unë tani do të kyç telefonatën, nuk e paragjykoj, dua një herë të ndëgjoj komplet historikun dhe më pas ta kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje e dashur, unë e di se më ke dëgjuar gjatë kohës, të thash që nuk të paragjykoj, andaj tregoj historinë tënde, ashtu siç ti e ndjen, normalisht do të kesh dhe komente. Të dëgjoj. Përshëndetje Tiron, faleminderit. Historia ime është pak e trisht. Unë jam fejuar në moshën 19 vjeç. Jam fejuar me djalin që kam dashur. Në atë kohë kam marrë me dashuri. Në atë kohë nuk është shumë vite, por ka qenë e koha që domethënë ndryshonte, do ta them, njeriu. Dhe e kam njohur në shkollën e mesme, ishte dashuria ime e parë, besoja në dashurinë time të parë shumë. Nuk na kaluan shumë kohë, sa po e bëm 3 muaj, vendosëm që të fejohemi, vendosëm që të nisim një rrugë të bukur bashkë, një rrugë të suksesshme. Dhe kështu nisi edhe jeta jonë. Familjarët ishin dakord, u fejuam, ishim shumë të lumtur, ishin vitet më të bukura të jetës. Kaluam bashkë plot 3 vite dhe burri im ishte shumë i lidhur me mua, deri në momentin që unë në një dasëm e pash djalin e dasës tij. Për ty tani fillon çudia. Tani ma shpjegon në mënyrë të detajuar këtë pjesën. Si e njohem, si lindi ndjesia ndërmjet jush dhe më pas domethënë ma thuash a ka dieni familja për një diçka të tillë. Familja jote e di që s'ka, por familja e hallës të burrit. Okej. Ne ishim në dasëm tek daja i burrit. Domethënë djali në fjalë e ka xhada. Burri im më kishte treguar gjithmonë që kishte kushërinë në USA. Dhe më tregonte që janë njerëz të mirë, që janë njerëz paqësor. Por unë nuk i kisha njohur. Dhe kur i ka në dasëm, ky djali më ra direkte në sy. Por të njëjtën gjë i rash në sy edhe unë atij, domethënë ishte e dyjashme njohja, nuk ishte që po vinte vetëm nga unë. Dhe ja dhash dorën unë, ma dha dorën ai. Atë natë filluam të vallëzojmë sepse edhe burri im ujnë në tavolin të katon nga që këtë çunin e dajës vet ai se kishte parë me vite. Dhe kështu filloi dhe njohja, filluan dhe momentet, filloi dhe dashuria jonë. Unë nuk e besoja që do të afroheshim aq shumë, por atë natë pasi përfundoi dasma, që ishte ore pare mëngjesit, ai më thriti për një kafe. Mua dhe burrin, kuptohet. Dhe aty te fast foodi që ikëm, aty filluam shumë bë muhabet,
Dhe u afruam disi dhe ai ndeni 1 muaj dhe ne 1 muaj dinim çdo ditë. Dhe teksa dinim çdo ditë, ne krijonim një lloj kimie të përbashkët që ishte e pabesueshme. Dhe ai më pyeti tha, Instagramin tha si e përdor, mi tha se, domethënë ishte mekanizmi ati se unë edhe gruaja tha e përdorim bashkë. Unë i thash e përdor vetë tash. Edhe i më shkruan mua në Instagram. Aty vendosëm që të dalim, kemi dalë 2-3 herë, kemi fjetur edhe në hotel, jo në qytetin tonë, dhe kemi shkuar jashtë qytetit. Jam kënaqur, më ka shkri fare, dhe me thënë, është shumë burr, është shumë mashkullor. Dhe këtu ka një sekret tjetër, unë dyshoj se jam shtatzën me atë, më ka rënë në parë. Më fal, ty t'i shoh që je shtatzën? Po, dyshoj se jam shtatzën, më ka Po rënë në parë. kur ka qenë ai në Shqipëri, domethënë kur është larguar ai nga Shqipëria? Po, një herë që ishte verës, edhe tani, domethënë, ka 3 javë që ka ikur, edhe jemi kënaqur, kemi shëtitur bashkë, kemi fjetur edhe në për hotele. Edhe normal kemi kryer dhe marrëdhënie që ai i thoja unë shpeshherë që mbroju. Ai më thonte sido që të jetë e vërteta, unë ty do të marr, unë ty të dua, unë ty të kam zemër. Dhe edhe sikur të shkatroheshte marrëdhënia jonë, ai ishte dakord që mua të më merrte në Amerikë edhe të bënim jetën atje dhe unë jam gati edhe ta lej burrin sepse që kur jam njohur me atë, kam menduar që e kam dashur burrin, po nuk e dua më, me thënë të drejtën se më shftohur. Ky është shumë mashkull, është shumë i dashur dhe më shijon, më Okej, më kënaq, fal, po më jep si do ta mbyllësh këtë histori, domethënë se nëqoftë se do të kuptohet e vërteta, ti do mbetesh edhe pa burrin, po edhe ai nuk të merr, s'ma merr mendja. Jo, e ke gabim. Ai më ka premtuar që do më merr edhe nuk më intereson për burrin. S'më hyn punë burri. Unë e kam dashur më përpara, tani nuk e dua më, sepse kam menduar që e kam dashur, por realisht në zemër kam krejt si gjë tjetër dhe nuk më intereson. Thjesht nuk më intereson. Dua të shoh jetën time, dua të shoh aty ku unë jam e lumtur, ku unë kënaqem dhe ku unë e shijoj momentin. Dhe kjo gjëja mua më bën që të jem e lumtur. Dhe ç'të keq që ka këtu? Këtu nuk ka asnjë gjë as për të paragjykuar, as për të menduar ndryshe, thjesht mendo, jemi çift që dashurojmë njëri tjetrin, jemi çift që jemi përkushtuar njëri tjetrit dhe Unë meritojmë të gjithsesi jemi të lumtur. seriozisht falenderoj shumë për rrëfimin që ndave. Zoti të dhënë të forcën që domethënë ta rregullosh këtë gjën, por më duket nuk e di, domethënë nuk mund të jap një koment tani. Unë të përshëndes, ju lutem, më shkyçni telefonatën, domethënë të dashur miq, e dëgjuat, bëhet fjalë për një vajzë nga Shqipëria e cila tregon një rrëfim të saj që është shumë i trisht, në thelb të duket i pabesueshëm, por domethënë vajza ka krijuar një lidhje dashurie, ndan dhe mesazhe me djalin e dajës që realisht mua më duket shumë e turpshme kjo gjë dhe unë uroj urgjent nëse ai do ta shikon këtë rrëfim të largohet sa më shpejt dhe të mundohet që ta fshi gabimin e tij, sepse është e turpshme që në një gjak, në një familje, në një shtëpi ku është ngrënë e njëjta bukë, domethënë të ndodhin këto tmerre. Unë uroj me zemër që ai të reflekton, ndërsa uroj me shpirt që vajza të mos jetë shtatzën sepse është njerëzore. Çfarë mendimi do t'jepni ju?